Normalisht që siguria e trupave tona është një prioritet absolut i imi, i qeverisë së Kosovës, i komandantit të Forcës Sigurisë së Kosovës. Kjo ishte edhe arsyeja pse ne kemi dërguar një ekip për disa ditë më herët për të qëndruar në atë zonë, për njohjen e terrenit, për zbutjen e rrezikut edhe nga aspektet të sigurisë, më themi, personale për pjesëtarët e Forcës Sigurisë së Kosovës, por edhe për të marrë masat në raport me sigurinë. Normalisht që çdo mision paqërojës, sidomos misionet që zhvillohen në terrene ku ka rrezikshmëri të lartë, ku ka luftime, ku ka kërcënime, janë, mund të themi, deri në një masë të rrezikshme, edhe ky operacion në tërësi ka rreziqet e veta, mirë po ne po bëjmë përpjekjet maksimale që të zbusim rrezikun, në mënyrë që pjesëtarët e Forcës Sigurisë së Kosovës atje që do të kryejnë detyra të ndryshme, sepse nuk do të jetë vetëm një detyrë, do të kryejnë disa detyra në kuadër të këtij misioni, të kenë siguri gjatë kryerjes së detyrave në Gaza. Arsyeja pse Forca Ndërkombëtare Stabilizuese ende nuk është strukturuar në formatin e planifikuar, është pikërisht edhe për shkak që në linjën e mesme vazhdon të ketë situatën tensionuar për shkak të luftës në mes të SHBA-ve dhe Iranit, prandaj edhe është, mund të themi, ngadalësuar procesi i vendosjes së komplet trupave atje. Sot kemi shumë sisteme armatimi dhe pajisje nga ato që kanë qenë të planifikuara në listën e planit gjatëpërfshirës të tranzicionit. Pra, ky plan mbetet ende i klasifikuar, plan që është aprovuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2018. Kjo është edhe arsyeja pse shpesh nuk po mundemi që në detaje të japim, mund të themi, shifra, të japim informacione që ndërlidhen me këtë plan, mirë po ato që mundemi po i ndajmë. Pra, nëse ai plan ka paraporë një listë të pajisjeve, armëve, sistemeve, automjeteve që duhet të ketë Forca e Sigurisë së Kosovës, unë mund t'ju siguroj që është e kaluar shumë fesh llojshmëria e pajisjeve, pra kemi shumë lloje të pajisjeve të edhe armëve se që kanë qenë të planifikuara në plan, dhe gjithashtu kemi sasi shumë të madhe të pajisjeve dhe armëve se që kanë qenë të planifikuara në atë plan. Pra kjo ka ardhur si rezultat investimeve, mbi 460 milion euro janë investuar vetëm në blerje të armatimeve dhe automjeteve luftarake, pra taktike luftarake, pa përfshirë këtu investimet që i kemi bërë në infrastrukturë, pa përfshirë investimet që i kemi bërë në rekrutim të personelit, në edukim dhe trajnim të personelit si brenda ashtu dhe jashtë vendit, dhe pa përfshirë këtu edhe investimet tjera që i bëjmë në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ne edhe me kapacitetet tona punojmë, në mënyrë që të, mund të themi, të zbehim atë shpenzimin financiar, pra që të kemi më pak shpenzim, të kursej më shumë. Shumica e rrugëve që ndërtohen në poligonin taktik në Bobajt Boks, që është një poligon që gjithashtu gjatë këtij mandati qeverisë e kemi marrë në shfrytëzim, një poligon ku janë 4500 hektar, pra 45 km katror, teren ku ushtrohen njësitë tona, gjitha rrugët që po ndërtohen atje, po bëhen me kapacitetet tona, pra njësia jonë inxhinierike, njësia e gjenjes luftarake e ushtrisë së Kosovës, po ndërton rrugët në mënyrë që të arrijmë që investimet tjera të orientojmë diku tjetër. Normalisht që ka nevojë edhe për sisteme tjera të armatimit, tani më jemi të fokusuar në dy drejtime kryesore, në mbrojtjen ajrore, pra në sistemet që të ta mbrojnë hapësirën tonë ajrore, edhe në mbështetjen ajrore me helikopter, sepse tani më kemi kapacitetet të mbështetjes ajrore, mirë po me helikopter po mund të themi kompletojmë komplet atë pjesë. I kemi 3 lloj të dronëve që i kemi aktualisht operacional në ushtrinë e Kosovës, duke filluar nga dronët me efekt të gjatë, edhe afat gjatë qëndrimit, që janë dronët Bayraktar, deri te Skydagger, përfshirë edhe Puma që i kemi blerë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, gjitha këto sistemet armatimit kanë mësuar që sot, kur kthehemi te plani gjatëpërfshirës së tranzicionit, të themi që shumë prej objektivave janë arritur,
ka edhe disa objektiva që duhet të arrihen gjatë kësaj faze, do të kemi parasysh që ka pas edhe vonesa, ka pas edhe pajisje që kemi siguruar në kohë, ka pasur edhe sisteme që kemi siguruar para kohe, mirë po duhet kemi parasysh që ne tani më nuk po jetojmë në një situatë, mund të themi, normale, globale në aspektin e sigurisë, për shkak të luftrave, sidomos invazionit rus në Ukrainë, që ka ndryshuar komplet këtë aspektin e sigurisë globale, por edhe të luftës në lindjen e mesme, dhe kuptohet që luftrat pastaj vendosin kërkesa të tjera, siç janë kërkesat për armatime, edhe sisteme ku secili shtet obligohet edhe detyrohet që të zhvilloj më shumë industrinë e mbrojtjes dhe të punoj më shumë në këtë drejtim. Ne sot, prej periudhës kur e ka marrë të paktën unë detyrën, me 8 gusht të vitit 2023, kemi rregulluar shumë çështje që kanë qenë deri në atë periudhë pezull, për shembull transporti pjesëtarëve, nga vendbanimet e tyre në kazermat e FSK-s, pastaj çështja e ushqimit, dihet që për një periudhë të gjatë ne jemi varur nga kontraktorët, sot Forca e Sigurisë së Kosovës përgatit ushqimin me kapacitetet veta, përveç që përgatit ushqimin me kapacitetet veta, gjatë ushtrimit të fundit në Kroaci që kemi pasur, ne kemi ofruar kapacitetet të mbështetjes me shërbime të ushqimit për trupat partnere, pra për një periudhë kur jemi varur nga kontraktorët, jemi në një fazë kur ne po ofrojmë edhe për partnerët ndërkombëtar mbështetje me shërbime të ushqimit. Kemi siguruar aspektin e uniformave edhe çizmeve që për një periudhë për shkak të procedurave të prokurimit kanë qenë pezull, të zhvillimit gjithashtu të aspektit të pajisjeve individuale, pra gjithë pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës sot kanë pajisje të nevojshme individuale, taktike, mbrojtëse, por edhe pajisje tjera të nevojshme. Ne mund të shohim kur performojmë edhe me vendet e tjera, ne jemi në mesin e vendeve që ka ushtarët më të pajisur me pajisjet individuale. Një ndër çështjet që duhet të punojmë për të zgjidhur është çështja e pagesës së orëve shtesë. Unë dua të theksoj për opinionin publik që janë dy mënyra se si ne kompenzojmë në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës që punojnë jashtë orarit. Është mënyra e parë që aplikojmë përmes ditëve të lira, pra pjesëtarit që shërben, që punon pas orarit, merr ditët e lira dhe në mënyra tjetër me kompenzim financiar. Ne në përgjithësi, pra për çdo pjesëtar e kemi shpenzuar këtë pjesën e ditëve të lira, pra ne u japim ditë të lira, normalisht që për shkak të aktiviteteve të shumta, nuk mjafton që vetëm me ditë të lira të kompenzojmë punën shtesë të ushtarëve, pra mbesin ditë që do të paguhen me, mund të themi, me para, pra me pagesë shtesë. Dhe ne kemi adresuar kërkesat e nevojshme te Ministria e Financave për të marrë buxhet shtesë, sepse dihet që është një kufizim në nivel qeveritar përmes një ligji që lejon vetëm 1% të buxhetit të shpenzohet për këto çështje, pra për pagesat shtesë. Prandaj ne detyrohemi që të kërkojmë mjete shtesë, pra nga qeveria, nga Ministria e Financave, në mënyrë që të mbulojmë këtë aspektin e mungesës që kemi të mjeteve shtesë. Ne jemi në koordinim, normalisht që do të bëjmë një analizë të përbashkët, sepse ne kemi buxhet tonin të dedikuar për atë çështje, mirë po edhe Ministria e Financave duhet të mbështesë Ministrinë e Mbrojtjes për atë çështje. Ne jemi në koordinim, unë besoj që do të gjendet një zgjidhje për të, mund të themi, zgjidhur këtë problem, edhe pse e thash, prapë ne kemi bërë hapa të ndryshëm në zhvillimin, kemi bërë rritje të pagës, kemi bërë shumë hapa në mënyrë që të lehtësojmë aspektin e nevojave të pjesëtarëve tonë, mirë po edhe normalisht që duhet të kujdesemi dhe do të kujdesemi që edhe kjo çështje të zgjidhet, siç janë zgjidhur shumë çështje tjera,